kryesi. Njëta pyetje Shala. Sa i përket Abdigjikut, desha me thonë, Abdigjiku në fakt në LDK është i cënueshëm çdo minutë për mendimin tam për shkak se u humsi zgjedhjeve. Ai domethënë tona investim që kanë bërë dhe tona pritje që ka qenë nga elektorati i LDK-s, se LDK do të kthehet si parti e fuqishme. Spaku e dyta, domethënë ai dështoi, ai ka dështu edhe kemi pa në reagime edhe të strukturës së vjetër të LDK-s, domethënë mbrana LDK-s që kanë fillu pak në citë mëdha, mbrana vetë këshilli drejtuese e kryesisë së LDK-s, kështu që zoti Abdigjiku është i cënueshëm çdo herë dhe mendoj që si një lider i përgjithshëm, ai është me lëshu rënë në LDK, se pajtona që LDK e plej vdekjes e Ibrahim Rogovës, presidentit historik të LDK-s, ka pas ndryshime të shpeshta, edhe din si parti me ndëshku liderin e tyne nëse ai është i dështum. Në këtë rast, Lumir Abdigjiku ka dështum këto zgjedhje, është humsi këtyne zgjedhjeve, është humsi më i madh i këtyne zgjedhjeve, pavarësisht se ata po përpjekjen që ta paraqesin si rritje LDK-s e çapo dione, po në fundit është partia e tretë, është parti humse e zgjedhjeve. Dhe çdo moment për mendimin tam pozicioni i tij është i cënueshëm. Asaj përket kthimit të LDK-s mundet me pas mbrana LDK-s iniciativa tilla ose grupe të cilat e mbështesin këtë farë ideje për mu kthy Vjosa Osmani si udhëheqëse e LDK-s. Unë nuk besoj për shkak se struktura vjetër ende mbrana LDK-s ka ndikim dhe edhe elektoral, po ka ndikim edhe brenda partisë, të cilët nuk e dëshirojnë Vjosa Osmanin që të jetë në LDK sërish. Mirë, do të kthehemi Po, Gashi.